Si e gjetë Tiranën dhe çfarë marrëdhënie kishe me çuna tiranëse? Shiko, unë në fillim në Tiranë kam ardhur në 86-ën, erdha 2 vjet ushtar, po si çik bir kurve që isha unë, shpëtonja nga reshti, nuk rinja atje. Ja, po nuk e qenë pak shumë. Vinja rinja 3-4 orë në mëngjes, nga që më kishte ndihmuar fati që kisha mbaruar shkollën e minierave, kisha punuar edhe 6-7 vjet në minier dhe kur bënim këto tunelet këte nga Dajti me Gjenjon, edhe këta oficerë dinin shumë më pak se mua. Edhe më kërkonin ndihmë, theshin Alfred si bëhet kjo, dhe unë ju rinja atyre ushtarëve në koka, dhe u bëra si tip brigadieri atje, kupton, megjithëse kisha biografinë shumë të keqe. E fitove. Po ma kishin nevojën, dhe mbas dite ikja unë dilja, e rinja këtu ke atë sheja, unë me çunat e atë shes, aty kam dajnë të Te urat e bagë. Unë ja ngjitur pallati midis gjykatës së apelit dhe atë shes. Po, Skelana. Po, Kelana. Aty kam dajnë. Edhe dilnim rinim me ndonjëherë syçin e ngacmonin. Urat e bagë. Shiheshin brapa ferave aty përballë ke bordura ca çuna aty, e i thrisnin, "No syço", theshë syçi. Kush po Syçi ka pas vesin e shabanqosës. Edhe kur se ngacmonte kush ngacmonte gjithë dynjon, po që s'po ngazi. Ka qenë i lëvizur, kështu e mbaj mend. Gjogje me vrape. Më poshtë. 88 student i inxhinierisë minierave. Po, 88-ën Brezi juaj ka qenë